Nderuar miq, mirë se ritakojmë sërish në kopshtin e devotshmërisë, ky takim javor ku na bashkon së bashku me tema të rëndësishme rreth devotshmërisë dhe në këtë cikël mundohemi që të kultivojmë besimtarin e suksesshëm në raport me devotshmërinë. Por çdo sukses ka nevojë për një mbështetje, ka nevojë për një motivim dhe një frymëzim. Dhe mbështetja kryesore, mbështetja e para dhe e fundit e çdo besimtari të devotshëm është mbështetja tek Allahu. Do të ndalemi në këtë temë sot, ku do kemi kënaqësinë që të dëgjojmë shpjegimet e Hoxhës nderuar Ahad Dërguti. Hoxh, mirë se vini. Mirë se vjet. Hoxh, për bindjen dhe mbështetjen tek Allahu kemi dëgjuar shpesh, po kemi nevojë që ta dëgjojmë pak të përmbledhur dhe të renditur. Fillimisht, pse është e rëndësishme dhe çfarë do të thotë bindje tek Allahu, çfarë do të thotë mbështetje tek Allahu? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahu shpëlbej, po mbështetja tek Allahu i lartësuar është njëra prej gjërave më të rëndësishme në jetën e besimtarit. Madje është fryti më i dukshëm i besimit. Pra, një besimtar i cili e ka besimin e tij të drejtë dhe të saktë, e ka të plotësuar mirë, mbështetja tek Allahu i lartësuar është njëra prej rezultateve kryesore apo si frytet kryesore që dalin prej besimit. Për këtë arsye është tepër e rëndësishme që besimtari të mësoj për këtë koncept që në origjinal apo siç e përmend Allahu në Kur'an është tawakkul, e që ka të bëjë me një mbështetje të zemrës tek Allahu i lartësuar, mirë po pa u shkëputur nga veprat apo shkaqet të cilat na e mundsojnë arritjen e synimeve tona. Për këtë arsye është tepër e rëndësishme që ta kuptojmë drejt mbështetjen tek Allahu i lartësuar në dritën e ajeteve të Kuranit, në dritën e fjalëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat shërbejnë si guid se si duhet besimtari ta organizojë jetën e tij, edhe si të përballet sikurse në suksese, gjithashtu edhe në dështime. Pra, bindja apo mbështetja tek Allahu më saktë është tewekuli si term fetar që ka të bëjë me zemrën. Pra, është zemra që mbështetet fort tek Zoti dhe sidosh fokusi tashmë duhet të jetë tek zemra. Po e saktësojmë pak më tepër për këtë aspekt. Po pra, vendi i tewekulit, pra le të themi mënyra se si kryhet ky adhurim, që është për adhurime më të mëdha, është nga zemra. Ibn Qayyim Allahu mëshiroft, kur e flet për tevekulin, shkon deri atje sa që thotë është gjysma e besimit. Një gjysmë është në mbështetje tek Allahu i lartësuar dhe gjysma tjetër është pastaj kthimi tek Allahu i lartësuar, që shpjegohet me termin el-inabe, që njeriu do e mos gjatë jetës së tij do të ketë probleme, do të rrëshqet mëkate kështu me radhë, pastaj duhet të kthehet tek Allahu i lartësuar. Mirë po, ai boshti kryesor i cili ja rregullon jetën njeriu, i jep qetësinë, rahatin e zemrës dhe e mbush zemrën me besim, patjetër që është tevekuli dhe mbështetja tek Allahu i lartësuar. Kjo domethënë është e vlefshme gjatë gjithë jetës në secilën rrethan dhe me çfarëdo gjë që mund të përballet besimtari në jetën e tij. Pra, gjatë jetës së tij besimtari do të ketë gëzime, do të ketë hidhërime, do të ketë sukses, do të ketë dështime. Në dritën e këtij koncepti apo nëse e kupton drejt këtë koncept, atëherë gjithmonë do të gjej kënaqësi, rahati, do të jetë komod në secilën rrethan, sepse zemra e tij gjithmonë është e lidhur ngushtë me Allahun e lartësuar. Ndërkohë, profeti alayhis salam shpesh i ka konkretizuar shumë koncepte kuranore, pra i ka bërë më të prekshme dhe më konkrete. A kemi hadithe që flasin në mënyrë eksplicite mbi rëndësinë, mbi dobinë dhe mbi mënyrën e mbështetjes tek Allahu? Po, Ilir, shumë prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e nënkuptojnë këtë adhurim kaq fisnik. Pra, mes rreshtave e shohim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e nënvizon këtë koncept. Mirë po, ka disa hadithe të cilat janë eksplicite, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e nënvizon rëndësinë e madhe që ka tevekuli, madje edhe sjell shembull shumë konkret që edhe ne ta kuptojmë drejt. Njëri prej këtyre haditheve është kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sjell shembullin e zogut, i cili në mëngjes del nga foleja e tij i uritur dhe në mbrëmje kthehet i ngopur. Domethënë, për shkak të mbështetjes që e ka tek Allahu i lartësuar, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kështu është edhe me besimtarin i cili ka mbështetje tek Allahu i lartësuar të drejtë apo të plot, apo e ka mbështetjen tek Allahu i lartësuar të vërtetë. Pra, nëse ndalim dhe analizojmë këtë shembull që e ka pru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e shohim që thotë që
përkundër mbështetjes që zogu e ka tek Zoti, edhe përkundër mbështetjes që besimtari duhet ta ketë tek Zoti, nuk mjaftohet që të rinë foljen e tij. Por duhet marrë shkaqet, duhet dal, duhet niset, duhet kërkoj, duhet ta bëj pjesën e tij dhe pastaj mbështetet tek Allahu dhe Allahu i lartësuar furnizon. Pra nuk është që zogu e ka një vend pune ku do të shkojë, sikurse që e ka njeriu, dhe kjo nuk bie ndesh me tevekkulin. Po thjesht mbështetja tek Zoti bën që ta gjej riskun cilën Zoti e ka caktuar. Kjo mbështetje pra tevekuli neve na mëson njëkohësisht që ta kuptojmë drejt edhe caktimin e Allahut, dhe të mos bijem në keqkuptimet, të cilat në njërën anë, domethënë gjithçka e bën një njeri i cili ka këto probleme, të mbështetet në fuqitë e tij, e që është gabim, ose në anën tjetër ku për çdo gjë që ndodh fajson Zotin. Pra Zoti e ka shkruar dhe unë s'kam pasur mundësi të bëj asgjë. Ju përmendët hadithin ku merret si shembull zogu, dhe edhe pse shpendët kanë instikte dhe nuk kanë logjik, po dalin me një instinkt pa nuk dalin me dilema a do gjej ushqim apo nuk do gjej ushqim. A do thotë që edhe bindja tek besimtari, mbështetja tek Allahu do të jetë në këtë nivele, pra të mos ketë luhatje fare kur del nga shtëpia se i është caktuar një risk të cilin do ta gjej diku. Por nëse i kthemi tash tërësisë hadithe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këtë çështje e kuptojmë shumë më drejt. Pra, qysh para krijimit, Allahu i lartësuar e ka caktuar riskun e secilit. Dhe pa e harxhu, pa e shpenzu, pa e konsumu riskun cilin e ka caktuar Allahu i lartësuar, nuk ka mundësi as të vi vdekja. Gjë për cilës domethënë friksohen ata cilët lidhen fort për shkaqe, jo për Zotin e shkaqeve. Gjithashtu Allahu i lartësuar ka caktuar në lindje, pra para se të lind, duke qenë akoma në barkun e nënës, i ka caktuar secilit fëmijë pra fatin e tij, do të jetë i mirë, do të jetë i lumtur, sasinë e riskut që e ka. Për këtë arsye, nëse njeriu pra i kupton tërsinë e haditheve dhe futet brenda këtyre teksteve, atëherë e sheh që tevekuli është rrjedhë e natyrshme. Pra mbështetja tek Allahu i lartësuar është një rezultat i natyrshëm i vetdijes së lartë të një besimtari në raport së pari me tërsinë e argumenteve fetare, po pastaj edhe me njohjen e Zotit. Pra Zoti është ai i cili e ka krijuar njeriu nga asgjëja. Pastaj e ka krijuar këtë botë dhe me gjithë madhështinë e saj në shërbim të njeriu, pra që njeriu të përfitojë prej saj, që njeriu ta zhvillojë jetesën e tij në këtë jetë dhe me gjithë këto të mira që i ka dhënë Zoti. Si është e mundur atëherë njëri Zot ta lë pa ushqim apo pa risk dikujt që i ka caktuar edhe jetë, pra që ka jetë. Ky koncept, pra ky besim është apo ky adhurim është thelbi i vetë besimit. Pra në moment që njeriu ndahet nga apo largohet apo distancohet prej këtij adhurimi, atëherë lindin edhe problemet e shqetësimeve të ndryshme, prej më të zakonshmeve në kohën tonë është edhe depresioni, i cili është rrjedhë i mungesës së tevekulit. Pra një njeri i cili ka mbështetjen e fortë tek Allahu i lartësuar, nuk ka mundësi pastaj edhe të rrëshqet në depresion. Sepër depresioni është një lloj pakënaqësie tepëruar në raport me realitetin në të cilën është, qoftë për mungesë të suksesit, qoftë me mungesë force për të ballafaquar me dështimet dhe kështu me radhë. Po ndërkohë ndoshta dikush mund të jetë në situata, po themi, të rëndëse psikologjike, po dikush mund të ketë dhe faktorë të tjerë, siç mund të jetë trashëgimia apo aspekte trauma që ndodhen në jetë, dhe mund të jetë përfshirë nga një gjendje depresive. Apo thoni se edhe anasjellës nuk kuptohet se duke shtuar mbështetjen tek Zoti mund të shërbejë si një kurë e shërimit të këtyre pasigurive dhe anktheve që përfshihet njeriu? Kjo është njëri prej fryteve që i ka mbështetja tek Allahu i lartësuar. Pra, përveç që është preventiv, për të mos rënë në këtë lloj situate, në këtë lloj gjendje, e cila mund të ndodhë secilit, pra secili mund të ballafaqohet në rrethanet ndryshme të jetës, për shkak të mungesës vetdijes fetare, për shkak të mungesës edukimit fetar, pastaj ballafaqohet për shkak të mosnjohjes së Zotit, ashtu siç është, pra cilësive të tij të plota, për shkak të mosnjohjes porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si duhet menaxhuar situata të ndryshme, krize, në për cilat secili njeri do të kalojë dhe do të sprovohet, patjetër. Mirpo ai i cili është i mbështetur tek Allahu i lartësuar e ka një lloj preventive për mos të rënë në këtë gjendje. Nëse bjerë, padyshim që kura është prapë tek mbështetja tek Allahu i lartësuar, meqense nëse njeriu pra e kupton drejt, e kupton ashtu siç e kupton zogu, pra i bëhet instinkt mbështetja tek Allahu i lartësuar, jo thjesht vetëm njohuri, atëherë edhe në situata më të rënduara do të thotë elhamdulillah,
Allahu është urti ploti, e ka caktuar këtë gjë për mua, sigurisht do të jetë në të mirën time nëse unë jam falendërues ndaj Allahut Madhëm. E kujtojmë këtu hadith në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur flet për besimtarin dhe thotë që çështja e tij gjithmonë është hajër, gjithmonë është mirë. Qoftë në fatkeqësi edhe qoftë në mirësi. Thotë në fatkeqësi bën sabër, duron, rrjedhimisht shpërblehet. Në mirësi apo në kënaqësi e falenderon Allahun, është mirënjohës për këto të mira që i ka dhënë apo begati, pra gjatë begatimit, atëherë shpërblehet pra për edhe duke shfrytzuar ato begatit, mirë për njëkohësisht edhe për mirënjohjen e tij që ja shpreh pra Allahu të lartësuar. Në një bisedë që kam pas me një besimtar i cili është dhe psikolog dhe merret me terapi psikoterapi të ndryshme, thotë që nuk mungojnë dhe rastet e besimtarëve dhe praktikantëve që përfshihen nga situatat e ankthit. A do thotë që kemi një keqkuptim të konceptit të mbështetjes tek Zoti, sepse një pjesë ndoshta duke e deformuar të koncept, nuk përballen, nuk e bëjnë sebepet në dynja, dhe thonë çfarë të ketë shkruar Zoti, çfarë të jetë kader, dhe kur përballen me situata të vështira që do duhet të mobilizohesh ose ti paraprin atyre, pastaj kalojnë në kaos. Pra, sa e rëndësishme është që të ndërtojmë ekuilibrin e duhur në mbështetjen tek Allahu. Po, kjo është shumë e rëndësishme, Lira, Allahu shpërblet pra. Ka njerëz në përgjithësi besimtarë, domethënë, cilët është për rrethana ndryshme, pra nuk jemi në një pozicion që do me hedhë fajin mbi ndonjë për besimtarëve, përkundërzi është ftesë që me u kthy mbështetjes tek Allahu i lartësuar. Në moment që keq kuptohet mbështetja tek Allahu i lartësuar, pastaj është term tjetër në gjuhën arabe që përdoret jo tawakkul, po tawakul. Këtë term domethënë përdoret për tregu që kjo nuk është mbështetje, mirë po është shtirje sikur po mbështetesh tek Allahu i lartësuar. Pra është një lloj arsyetimi, cilin njeriu e shpik për përtacinë e tij. Pra kjo kur e kput është përtaci. Këto terma janë shumë të përhapura që nuk kupton se një fije e holli ndan kuptimin e drejtë nga të deformuar. Po, pra është shtirje. Pra edhe në gjufsisht, Allah shpërblet evrejtë, pra ka shumë pak dallim. Tawakkul dhe tawakul. Njëkohësisht edhe në formë apo në atë që shprehet, i cili ka këtë problem, ndonjëherë mund të ketë kësi lloj pështjedhime, siç është edhe tek fjala në origjinal. Por nëse kthehemi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shohim që kur shkonte në luftë e vishte prazmorën, nuk është që nuk mirte shkaqe. Apo nëse shohim në luftën e Bedrit, pra besimtarët ishin shumë pak në krahasuar me 1/3 në krahasuar me numrin e armiqve në atë kohë, ata u përgatitën gjithë, ju lutshin Allahu të lartësuar për ndihmë, edhe pastaj i morën shkaqet deri në kufirin e mundësisë së tyre. Sepse duhet kuptuar shkaqet e kanë një kufi. Besimtari i merr shkaqet aq sa ka mundësi. Prandaj është shumë absurde nëse një student sot duke u thirrë në tewakkul, pra në mbështetje tek Allahu i lartësuar, gjatë gjithë vitit do të shkonte apo nuk do të prezantonte ligjërata, nuk do të mirrej me përsëritjen e mësimeve, dhe kur të shkonte në provim do thoshte që unë jam i mbështet Allahut të lartësuar dhe tani përgjigjet do të vinë në formë të shpalljes. Pra kjo është me një forme është edhe në nënçmim për Allahun e lartësuar. Sepse për këtij pozicioni, me këtë mendësi, ti sikur po don me sprovu Allahun, pra po don me vë Allahun provë. Jam mbështet tek ti, tani bëm atë zgjidhjen. Kjo është komplet gabim, domethënë është jashtë traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jashtë mësimeve të tij. Prandaj dietarët e kanë thënë që tawakkul është një adhurim tepër i rëndësishëm në zemër, i cili nëse mungon, pra e konteston edhe kualitetin e besimit. Mirë po, marrja e shkaqeve është vazhdimsi e këtij tevakuli dhe është sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra nëse cilën rrethan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bë maksimumin brenda kufive që të lejon shkaqet. Ndonjëherë nuk është në dorën tënde marrja e plotë e shkaqeve, pra përgatitje e punëve në tërësinë e tyre. Atëherë i drejtohesh Allahut me lutje, sa edhe ky është njëri prej shkaqeve për të arritur atë çdo, mirë po duke i shterë gjitha mundësitë të cilat janë në fuqinë tënde, në kapacitetin tënd. Nëse i kthehemi pra studentit, një student i mbështetur tek Allahu i lartësuar do të mësonte, do të përgatitej, ditën e provimit do të lirohej nga ankthi duke mbështetur tek Allahu i lartësuar dhe do të përgjigjej në provim ashtu siç është përgatitur dhe me mbështetjen tek Allahu i lartësuar. Pra që do thotë në një farë mënyrë tevakuli ose mbështetja tek Allahu ndoshta vlen në ato momentet pasi kemi kryer sebepe, se nëse marrim shembullin e një studenti i cili nuk është besimtar,
ai mundohet që të lexoj maksimalisht sepse nuk shpreson nga ndonjë ndodhi ose nga ndonjë rezultat tjetër, përveç atij rezultati që do të vijë prej leximit dhe studimit. Për krah këtij është shembulli një besimtari. A duhet të jetë i vetëdijshëm ky se leximi i këtij duhet të jetë i plot, i njëjtë, studim, po themi pa lënë mangut asgjë, pavarësisht se mbështetja është tek Allahu, pra si duhet të jetë ky raporti i sebepeve dhe i mbështetjes? Kush është e para, kush është e dyta nëse themi kështu? Dyja të bashk. Pra, duhet gjendet ekuilibri duke marrë shembull apo model pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po duke marrë modele edhe pejgamber tjerë para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kemi për shembull rastin e Musait alayhis salam, i cili kur u përball me faraonin, dhe ai po e ndiqte nga pas, kur erdhi pranë detit dhe nuk ishte me rrugdalje, nga mbrapa ishte faraoni me ushtrinë e tij, Benu Israil, populli i tij u dëshpruan dhe thanë mbaroi puna jon. Atëherë Musa alayhis salam i u lut Allahut të lartësuar dhe tha kella, domethënë s'ka dyshim që Allahu do të vinë në ndihmë. Dhe erdhi ndihma e Allahut. Mirpo shkaqet sebepet i mori deri në fund, deri në kufirin e fundit të mundësisë apo kapacitetit të tij si njeri. Pastaj kemi rastin me Haxherën, cilën Ibrahimi alayhis salam e la në shkretir, me shumë pak resurset ushqimore, shumë pak ujë, shumë pak ushqim. Kur e la, thjesht e pyeti, të ka urdhëruar Zoti? Po, në rregull. Unë jam mbështet Allahut të lartësuar. Nuk është mjaftues me kaq. Pra në moment që i mbaroi ai ushqimin që kishte me vete, atëherë ajo, pra siç dihet, ngjarja është e njohur, u apo vrapoi nga një kodër tek tjetra për 7 herë, siç e bëjmë tani në umrë dhe në haxh, dhe Allahu i lartësuar pra bëri që të buroj Zemzemi. Mirpo ajo i mori shkaqet. Ose kemi rastin e Meriemës alayhis salam, e cila në momentet e lindjes, në dhimbjet e lindjes, ishte pranë një trungu të hurmës. Edhe pejgamberi edhe Allahu i lartësuar i tha tunde në mënyrë që të bijnë hurmat edhe të ushqesh me to. Pra duhet bënte një shkak brenda mundësive të saj. Nuk i tha hipu dhe në lart dhe merri hurmat, mirë po i tha shkunde dhe ata që e dinë, pra trungu i hurmës nuk është diçka që shkundet lehtë. Po thjesht një goditje sa për t'regu atë kryerjen e pjesës tënde që të takon, që është brenda kapacitetit tënd, brenda mundësisë që ke në raport me arritjen e synimeve apo qëllimeve të cilat i aspiron. Nëse i rikthehemi sërish, po themi, gjendjes shpirtërore të besimtarëve, gjendje psikologjike të besimtarëve, pasi shpesh dominohen nga situata ankthi dhe frike, shpesh dhe nga lajme globale, luftrat të mëdha, epidemitë të mëdha, pasiguri, do të ketë kriza ekonomike, do të ketë sëmundje pafund, çka njeriu shpesh e kap një ankth që nuk e di nga i buron. Sa e ndihmon teokuli në përballjen e këtyre sfidave që ndonjëherë duken naive, po kanë efekt tek jeta e njeriu dhe tek gjendja e tij shpirtërore. Njeriu pra është qenia e cila afektohet nga ndryshimet, nga rrethonat, nga qenie tjera, nga njerëzit tjerë dhe kështu me radhë. Dhe shumë e natyrshme që të afektohet, është shumë e natyrshme që ketë probleme. Është shumë natyrshme që të ketë dhe ankth në situata të ndryshme, në veçanti në kohë luftrash, në kohë pandemisht nga e cila kaluam elhamdulillah. Pra në rrethonat e tilla është shumë e natyrshme që të ketë probleme të tilla. Mirpo besimtari i cili është i mbështetur tek Allahu i lartësuar i përballon shumë më lehtë këto. Pra në situata kur njerëzit tjerë rëndom kalojnë në depresion, apo kalojnë në kriza psikologjike, apo kalojnë në ankth, besimtari e di që gjithçka është e caktuar nga Allahu i lartësuar. Dhe gjithçka që ndodh nuk do të mund të ndodhë të ndryshe vetëse në formën dhe mënyrën siç e ka caktuar Allahu i lartësuar. Njëkohësisht e dinë që pa marrë parasysh ndryshimit të rrethonave, nëse do t'i ndryshonte rrethonat e parandodhjes së situatave të palakmueshme, përsëri nuk do të ndryshonte rezultati, bazuar në hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili na mëson që ajo që të ka godit nuk do të mund të shmangej pa marrë parasysh rrethonave. Edhe ajo që nuk ka ndodhur nuk do të mund të ndodhte pa marrë parasysh rrethonave. Në këtë formë e mban një mes besimtari, e gjen një ekuilibër të artë, le të themi, ku është rahat me gjendjen pavarësisht vështirësive dhe njëkohësisht edhe në suksese. E që kjo është shumë herë domethënë problematikë, cilën nuk e menaxhon secili besimtar.
Pra, alhamdulillah, gjenë mbështetje tek Allahu i lartësuar dhe e di se gjatë vështirësive duhet mbështetje tek Allahu i lartësuar, kthehet me lutje, me devotshmëri, me zbutje të zemrës, mirë po kur ka suksese, kalon dal nga mburja dhe fillon pak nga pak që të mbështetet tek fuqitë e tij. Pra, tevekuli, mbështetja nevojitet dhe në raste suksesi dhe në raste ndoshta komoditeti të madh që ndoshta nuk ishte përjetuar më herët, sepse dhe ky mund të sjellë çrregullim në jetë. Patjetër, për këtë arsye është rregullator i gjitha situatave, gjitha rrethanave, tevekuli apo mbështetja tek Allahu i lartësuar. Në rast të suksesi, e di që pa ndihmën e Allahut, pa begatitë e tij, pa riskun cilën ta jep Allahu i lartësuar, pa caktimin e tij, nuk do të mund të arrijë sukseset të cilat i ka arritur. Pra e bën modest, po dhe realist në të njëjtën. Në njëjtën kohë, domethënë në situata suksesi është modest dhe është i kënaqur me Zotin e tij. Në situatat e telasheve, fatkeqësive dhe problemeve, ngushëllive ndryshme, është rehat prapë sepse e di që pa më parasysh rrethanave e ka një Zot i cili është dije plot, i cili e di fundin e gjërave, i cili është urti plot, që gjithçka që bën e ka një urësi, fshihet një urësi para pasaj. E kuptuam apo nuk e kuptuam ne. E kjo e bën rehat besimtarin dhe të mbështetet tek Allahu i lartësuar. Madje në Kur'an e kemi kur pejgamberi Allahu i lartësuar na thot, kur të vendos diçka, mbështetju Allahut të lartësuar, sepse Allahu i do ata që mbështeten. Ose kulle yusibana illa ma kataballahu lana. Thuaj nuk do të na godet asgjë përveç asaj që Allah e ka shkruar për ne, përveç asaj që Allah e ka caktuar për ne. E kjo është, le të themi, kompleti apo tërësia e një vedije të ngritur në raport me Zotin edhe me mbështetjen tek Zoti fuqiplot. Hoxh, bëjmë shkute shumë të shkurtër dhe rikthehemi sërish bisedës, ndërmjet jemi në pjesën e dytë. Rikthehemi miq në studio, po flasim për mbështetjen tek Allahu si një prej po themi rregullatorëve të jetës së besimtarit, po gjithashtu dhe një prej treguesve kryesor të imanit dhe besimit të tij të vërtet. Hoxh, ne tham se mbështetja tek Allahu na vlen në çdo hap që hedhim, në çdo situatë, po veçanërisht në ato që janë momente decisive, siç është situata kur sapo kemi ndërtuar familje dhe kemi anktin si do shkojë, kur jemi duke kërkuar për punë, pra jemi profesionistë të rinj, në situata kur përfshihet shoqëria nga krizat e ndryshme, si na ndihmon tevekuli në raport me të nesërmen tonë, me të ardhmen tonë? Po, pra tevekuli tham që në secilën rrethana, në secilën gjendje është një përveç rregullatorit është edhe një burim i qetësisë së besimtarit. Pra është e kundërt e ankthit, është e kundërt e depresionit me cilën përballen njerëzit sot. Në situatat kur janë pikat kyçe për njeriu, pra kur merr kthesa të mëdha ose kur është përballë vendimeve të mëdha. Nëse i mungon tevekuli, nuk e di si do të mund të shpëtonte nga ankthi sfaku e pastaj nëse do të dështonte edhe nga depresioni. Sepse është shumë e natyrshme frika prej të ardhmës, prej asaj që është e panjohur. Ka një lloj ankthi është dhe i natyrshëm, që jo të ketë një farë sikleti, po diku mbështetet, diku kthehet. Po pra, po, mirë po, le themi një ankth më i theksuar. Domethënë nuk e di si do të mund të shmangë njeriu nga kjo nëse i mungon tevekuli. Ndërkohë që një besimtar i cili është i mbështetur tek Allahu i lartësuar në mënyrën e duhur, pra siç tham duke i marrë shkaqet, jo thjesht duke thënë që pjalë Zotit dhe unë jam mbështet pa asnjë shkak. Le të marrim rastin për shembull një punëtor i cili aplikon për punë. Përveç që i duhet një jetë përgatitje, pra shkollim, përvojë kështu me radhë, i duhet pastaj edhe përgatitje për intervistën e punës. Duhet ta bëj gati CV-n e tij në mënyrë që të jetë e mirë, kuptohet pa gënjur, pa hile, pra duke shkruar të arriturat e tij dhe kualifikimet e tij në mënyrë që të pranohet. Dhe pastaj, pas gjithë këtyre, pas përgatitjes tij, pas marrjes së shkaqeve, i mbështetet tek Allahu i lartësuar. Nëse do të punësohet, do të thotë elhamdulillah, këtë e kam duke qenë i mbështetur tek Allahu i lartësuar dhe kjo është mirësi e begati nga Allahu i lartësuar, meqense e arrita qëllimin cilin e kisha, e përmbusha synimin tim dhe pastaj vazhdon tek sfida e radhës apo tek ambicia e radhës apo tek projekti i radhës që e ka në jetën e tij. Ndërkohë, nëse do të ndodhte që të mos punësohej, përsëri do të ishte rahat. Sepse do të thoshte që Allah është i urtë, ai e di, e ka caktuar më të mirën për mua, ai na do
secilin prej neve, dhe unë i kam marrë shkaqet, kam bërë gjithçka që është mundësinë time. Fakti që nuk jam pranuar punë nuk është ndonjë problemi madh, nuk është diçka e jashtëzakonshme. Për këtë arsye niset të bëhet gati për një aplikim të radhës ose në familje. Pra një njeri i cili një iri, le të themi, është në fillim dhe krijon familjen e tij, ka shumë të panjohura si do të rrjedh, si do të jetë bashortja, si do të jetë fëmijët, si do të jetë vendbanimi, ku do të jem duke jetu, pastaj punësimi, pra janë një mori gjërash, cilat vërtet për një besimtar që apo për një njeri, le të themi, që i mungon tevekuli, nuk e di si mund të orientohet. Pra janë shumë probleme të cilat kërkojnë zgjidhje. Besimtar i vërtet, pra i cili e ka parasysh që gjithçka është në dorën e Allahut të lartësuar dhe është brenda koncepteve fetare, pra është brenda këtij koncepti të tevekulit, mbështetjes së Allahut të lartësuar, ai shumë lehtë pra i menaxhon këtë çështje. I merr një nga një, i merr shkaqet, gjithçka që është në mundësinë e tij dhe pastaj pavarësisht rezultatit, gjëja e parë që thotë është elhamdulillah, falënderimi takon Allahut të lartësuar, nëse janë pozitive të gjitha, elhamdulillah, mersi dhe begati për Allahut, nëse disa prej tyre dështojnë, pra e kujtojnë që më hajër, më e mirë për të mund të jetë dështimi për shkak që të një suksesi tjetër i cili pritet të vijë në jetën e tij dhe mbi të gjitha e di që është i shpërblyer nga Allahu i lartësuar në të gjitha këto rrethana. Ndërkohë, tevekuli nuk është, po them, një medikament që përdoret edhe e ke gjithmonë aty, po vazhdimisht duhet kërkuar, vazhdimisht shtohet, vazhdimisht plotësohet, pasurohet. Pra, besimtari në raport me tevekulin lidhet me Zotin, lidhet me cilësitë e tij, lidhet me Kur'anin, pra cili është rrugtimi i besimtarit në raport me tevekulin? Është një formule vetme që aplikohet një herë apo janë, po themi hulumtime të shumta dhe përjetime që duhet i kultivojë besimtari? Pra, nëse do ta thjeshtësonim me pak fjalë, është raporti që njeriu e ndërton me Zotin e tij. Mirpo ky raport ka nevojë të mirëmbahet. Allahu të takon shembulli më i lartë. Raportet që kemi mes nesh kërkojnë të mirëmbahen. Do të thonë, nuk janë të njëjtë, dy njerëz që nuk takohen vetëm një herë në jetë, ata që takohen disa herë dhe ata që takohen çdo ditë. Një besimtar i cili është i shkëputur nga Zoti, nga rritet fetare, nga namazi, nga agjërimi, nga lutja e përhershme. Pra, lutja është një armë shumë e fortë e besimtarit, cilin duhet ta përdor gjithmonë, që nuk e kultivon këtë raport, patjetër që do të mungojë dhe tevekuli. Pra ka disa stacione konkrete se si ndërtohet tevekuli. Po, pra, është e para dhe më e rëndësishme është dëshira jonë dhe dashuria jonë për Allahun e Madhnuar, e cila na shtyn që ta njohim atë. Sa më shumë që e njohim Allahun e lartësuar, aq më shumë do të jemi të mbështetur tek Allahu i lartësuar dhe aq më e fortë do të jetë kjo mbështetje tek Allahu i lartësuar. Aq më të paluhatshëm do të jemi në sigurinë tonë se gjithçka ka për të shkuar ashtu siç Allahu i lartësuar e ka caktuar. Pastaj është shembulli praktik, cilin e sjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet fjalëve dhe vetë veprës së tij. Pra e përmendëm sa herë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ballafaqohej me sfida të ndryshme, ai bëhej gati dhe nuk thoshte unë jam mbështet Allahut pa i marrë shkaqet. Mirë, po gjithmonë i mirëte edhe shkaqet. Këtë praktik pastaj e shohim edhe tek sahabët, tek shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj kështu me radhë tek njerëzit e devotshëm, e shohim që kuptimi i drejtë i këtij nocioni do të thotë që ky të shoqëron gjatë gjithë jetës tënde dhe në përditshmërinë tënde gjatë gjithë ditës tënde. Madje sapo del nga shtëpia, gjëja e parë që duhet të thotë një besimtar, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Me emrin e Allahut i mbështetem Allahut. Jam mbështet Allahut lartësuar. Pastaj paramendoj një besimtar i cili ka këtë vetdije dhe nuk e thotë thjesht si një formulë sa për ta thënë, edhe është i vetëdijshëm, i thotë këto fjalë, e del nga shtëpia, pastaj edhe nëse i ndodh diçka, do të thonë do të jetë shumë më rehat. Thotë unë kam dalë nga shtëpia duke qenë i mbështetur tek Allahu i lartësuar. Pra, është me vetdijen që është në mbrojtjen e Allahut të lartësuar, në mbikëqyrjen e Allahut të lartësuar. Ose nëse arrin ndonjë sukses të caktuar, gjithsesi nuk i merr dhe nuk i adreson meritat vetëm vetes së tij, po i anjeq vlerën edhe meritat që janë të Allahut të lartësuar dhe nuk kalon në mburje, mirë po e ruan atë modestinë e tij. Pra, duket se tevekuli, pra mbështetja tek Allahu, ka efekte drejt për drejt tek karakteri besimtarit dhe tek gjendja e tij mendore, sepse duket sikur mënyrë të drejt për drejt ndikon tek vetë perceptimi i tij.
ai vetë besimi, ajo siguria se jam mbështet tek absoluti. Çfarëdo që do të ndodh me urtësinë e tij dhe me lejen e tij. Si e ndërton karakterin e shëndetshëm tevekuli dhe mbështetja tek Allahu. Tevekuli dhe mbështetja tek Allahu i lartësuar është një koncept i domosdoshëm për një karakter të qëndrueshëm dhe të fortë. Secili pejgamber i Zotit, secili profet, cilët janë shembuj të karaktereve të ndryshme, pozitive, të forta, të cilat do të jenë modele për besimtarin, e në veçanti modeli Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë ato të pashkëputshme apo të pashkëputura nga ky koncept. Pra, secili prej tyre tevekulin apo mbështetjen tek Allahu i lartësuar, le të themi kanë pas parsorë në zemrën e tyre dhe kanë pasur zemrën e tyre të mbushur në mbështetjen tek Allahu i lartësuar. Ndryshe nuk mund të shpjegohet. Nuhu alayhis salam për 950 vite duke i ftuar njerëzit në shpëtim, pra në tauhid, në monoteizëm, në besim të Zotit një, nuk u dorëzua për 950 vite. Apo Ibrahimi alayhis salam, duke u hedhur në zjarr, thot jam mbështet Allahut. Në momentet më të vështira, thot jam mbështet Allahut. Kjo tregon për karakterin e fortë që kishte. Pra, kush prej nesh me këto aftësi le të themi dhe me këtë vetdije që i kemi, do të ishim kaq të fuqishëm përballë një sfide kaq të madhe që edhe pasi të vinte meleku brenda një turme zjarrit, se hajde do të themi që ka për besimtarëve të fortë, cilët do ta bënin të njëjtën siç e ka bë Ibrahimi alayhis salam, dhe do të pranonin që edhe të hidheshin në zjarr, mirë po të mos largoheshin nga kjo rrugë. Mirë po kush nga ne e ka karakterin aq të fortë sa që kur do të vinte meleku dhe të thoshte cila është nevoja jote, thoshte unë s'kam nevojë asgjë për ty, mirë kam nevojë për Allahun e lartësuar. Kjo është ajo mbështetje e fortë. Ky është ai karakteri i fortë i cili e brumos apo e bën një besimtar që pa marrë parasysh sfida, pa marrë parasysh rrethanave të jetës, pa marrë parasysh nëse përdorim këtë gjuhën tonë çfarë të hedh jeta. Domethënë çfarë sfidat të jep, atëherë kur mbështetja jote është tek Allahu i lartësuar, kthehesh tek fjalat e Allahut që thotë lan yusibana illa ma kataballahu lana, neve nuk do të na godet asgjë tjetër përveç asaj që Allahu e ka shkruar për ne. Dhe në përfundim hosh, nëse marrim në konsiderat atë që ndodhi me sahabët dhe me brezat e parë kryesisht, nga periferia e botës u kthyen në qendër të saj. Madje konceptet e tyre, besimi i tyre, civilizimi i tyre u shtri në mënyrë shumë të shpejtë në një pjesë të mirë të botës. A ishte kjo për shkak të tevekulit, a ishte kjo për shkak të sebepeve? Nëse ndoshta është analizë e gjerë, ndoshta kërkon një emision më vete, po shkurtimisht, cila ishte formula e tyre që dominuan botën për një kohë shumë të shkurtër? Amboshule pra është një analizë gjithsesi kërkohet një analizë e thellë, mirë po nuk është njëra pa tjetrën. Pra nuk janë shkaqet, po nuk është as vetëm tevekuli. Tevekuli në kuptimin e asaj që i mbështetem Allahut pa bë asgjë. Sepse tham ky nuk është tevekul. Pra tevekuli në kuptimin e drejtë, po patjetër, ai është. Mirë po tevekuli në kuptimin e drejtë nuk është i ndarë nga këto shkaqet. Prandaj e shohim pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe vetë vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte tronditja më e madhe që kishin sahabët. Pra, mirë po vazhduan të mirën e shkaqet. Nuk thanë që tani ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne i mbështetemi Allahut, nuk ka pejgamber dhe do të rrim të mbyllur në shtëpitë tona, secili do të adhurojë Allahun dhe kaq. Jo, ishin proaktiv. Ishin njerëz cilët e vazhduan aktivitetin e tyre në mënyrë që të vazhdonte thirrja dhe të kthehej pra siç edhe cekët nga një periferi në qendër të botës. Kjo neve na jep një mësim tepër të çmuar që asnjëherë dhe në asnjë moment nuk duhet dyshojmë në vetveten tonë. Pra karakteri jon duhet të jetë i fortë me vetbesim, gjithmonë duke mbështetur tek Allahu i lartësuar dhe jo në forcat tona. Prej duave apo lutjeve të shpeshta, cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thoshte dhe na mësoi dhe neve është Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. O Allah, mos më lejo që unë të mbështetem në fuqitë e mia, qoftë edhe për një sekond, një moment vetëm, pra aq sa i duhet për të hapur të mbyllur syrin apo qerpikun. Për këtë arsye, pra mbështetja tek Allahu i lartësuar në vetveten nuk kupton marrjen e shkaqeve.
dhe mbështetjet tek Allahu i lartësuar. Pamarrjen e shkaqeve në fakt nuk është mbështetje tek Allahu i lartësuar, por po është shtirje e ne lutem Allahun e mënduar të na bëjë për atyre të cilat i mbështeten atij në të gjitha rrethanat dhe në rrethana suksesi nuk kalojnë në mburje dhe të bëhen mburavec dhe në rrethanat e dështimit i menaxhojnë ato duke ditë që do të jetë një moment tjetër kur me lejen e Allahut do të arrihet suksesi i synuar. Hoxh Zoti shpërblet. Allahu na nderoft. Për miq, këto ishin këshillat e Hoxhës për mbështetjen tek Allahu, për tevekkulin si themeli i besimit në jetën e çdo besimtarit, por gjithashtu dhe si mekanizmi dhe rregullatori kryesor i jetës së tij në raste suksesi dhe në raste vështirësisë. Çka jeta e njeriut pashmangshmërisht e përplas në këto dy situata, prandaj ta njohim tevekkulin, ta përvetsojmë atë dhe ta jetësojmë në përditshmërinë tonë. Ju falenderoj që na ndoqët, do të jemi sërish së bashku javën e ardhshme, deri atëherë kalofshi sa mirë.